Përshëndetje, unë jam Mesut Shabani, jenë në podcastin Mesut Shabani. Dhe në fund atje keni një subscribe. Njerëz bëni subscribe. Dhe të vazhdojmë. Skena politike në Maqedoni vetëm po argëton. Po argëton të gjithë ata të cilët janë në ballim. Deklaratat e fundit të Taravarit, sigur po e bëjnë argatllëkun e BDI-s. Dhe është mirë që diçka po del edhe në sipërfaqe nga Vleni brenda Vlenit. Të dëgjojmë se çfarë tha sot ai lidhur me disa gjëra në само интервju mbrëm te Kanal 5. Дали на ovaj način ne priznavate neka ste pogrešili? Gdje su pogrešili, znate što? Neka cijela bil faktički u pravu. Ne, dobro, bez razlika. Ja mislim i mislim da napravimo mnogo dobro, što Duji otide v opoziciju. Ovaj je fantastičan čekor i na Duji trebaše da odi v opoziciju. I dobro je što je Duji v opoziciji, ali gledajte, Duji se čisti. Se čisti od jedine ljudi. Međutim, promenata, koja što bi Vlen беше promjena, takav ikad nije 2024. godina na parlamentarните избори, и сега кога ги гледаш Рами Смерко со Влен и со ВМРО. Нели? Во Советот на општина Струга, Рами Смерко е дел од коалицијата Влен ВМРО. Знаете тоа. Не за бета Влен промена. И пак сте на различни страни за бета, да. Не, јас сакам да кажам дека сите остатоци, значи талогот од Дуи, отиде во Vlen. Dëgjuat pra, fundrina e BDI-s pas ka mbetur te Vleni. Vetëm nuk e përmendi Agën 20. Nuk e di pse se përmendi. Dhe vazhdojmë më tepra, Arbeni. Па да бидам дел од Не верувате дека ќе прерасне во партија, многу ми на изгледа лидер дека ќе бидете на таа партија. Така, кога беше председателски кандидат, јас ви кажувам дека тој проект, јас знам од внатре како функционира, јас знам и сега како функционира, тој проект е неодржлив. Нивна среќа е што Мицковски инвестира во нив, значи инвестира од својата енергија, од својот кредибилитет. Да не е Мицковски, тие се разделиле уште пред избори, пред локални избори, меѓутоа премиерот одлучил му требаат како проекција и ги одржува. Инаку да не е премиерот, за 10 дена ќе се разделат, ќе бидат парче. Po pra, këtë e kam thënë edhe unë dhe themi të gjithë. Kryeministri Mickovski ka investuar në Vlen dhe Vleni mbetet aty ku është. Pra, nuk ka ndonjë ndryshim të madh sa i përket pushtetit. Vlen hesht dhe mbi gjitha vazhdon të hesh. Taravari tha se ka dhe akuza ndaj tij dhe ka qenë edhe i mbi votuar sa herë që ka ardhur situata 3-1. Pra, zëqirja i AA-s, Izet Megjiti dhe kuptohet Bilal Kasami për herë më kanë mbi votuar. Ai ka sulmuar pra edhe dikë tjetër. Pra ka sulmuar Selën dhe Menduthash, se porin para derës së qeverisë. Arben Taravari po sulmon Vlen dhe thot të vërtetën, a ka të drejtë që po bën argatllëkun e BDI-s dhe Selës dhe Thashit, këtë nuk e sqaron. Pra Arben Taravari nuk po e thot të vërtetën në thojzë, por pastron veten dhe po i shërben lojës së vjetër të BDI-s. Për radhët e mbivotimit 3-1 dolën në sipërfaqe. Në politikë koalicion nuk është klub egoje. Nëse mbivotohesh vazhdimisht atëherë ose s'ke më autoritet politik ose qëndrimet tuaja ishin në kundërshtim me interesin e përbashkët. Pra, të dyja janë dështim të Taravarit. Pse flet tani? Unë them se pse iku. Kur ishte brenda Vlen, heshti, votoi, përfitoi nga emri Vlen. Bile u bë edhe ministër i shëndetësisë. Caktoi 2-3 njerëz të vetë në për disa poste, dhe ajo që ka thonë nga Vlen se dorëzoi Spitalin Klinik në Tetov për një post drejtori në Spitalin Klinik në Shkup, qëndron tash. Kur doli jashtë Vlenit, u kujtua për parime, u bë i zëshëm, u shndrua në viktimë mediatike. Kjo nuk është gëzim, kjo është kalkulim i vënuar. Pra, po bën edhe argatllëkun e BDI-s. Fakti është kjo, jo akuzë emocionale, sepse kur sulmon Selën, Thashin dhe Vlen, dhe nuk godet BDI-n me të njëjtin intensitet, atëherë po bën punën që BDI-s parin ta bëjë vetë. E dini pse? Sepse Këshilli Komunal në Gostivar është i përbërë pra Aki ku edhe ai bënte pjesë dhe nga BDI. Dhe vaj halli pastaj për Valbon Limanin.
S'ka rëndësi a e bën me marrëveshje apo jo. Rezultati politik është identik për çfarë opozitës shqiptare. Pra kjo është një lojë e njohur e Taravarit. Taravari ka model të përsëritur, hyn në aleancë, përfiton, del duke u shpallur i tradhtuar, sulmoni shaliatët, hap derën për rikthim të vjetër. Kjo nuk është reformë, kjo është karrierizëm ciklik. Dhe doli u përhap një lajm se komplet kryesia e aleancës cilën e udhëheq ai ka dhënë ndërheqje. Njërë përpritje është se a ka pas kryesi, okej, pas ka dhënë ndërheqje, tash të tje, shohim se çka do të bëjmë. Nuk ka asnjë sqarim pse dha ndërheqje. E vërteta që nuk po e thot. Nuk po e thot se vlen ishte kërcënim real për BDI-n dhe pastaj ra në gabime të një pas njëshme vlen, më keq se sa BDI, dhe se dalja e tij e dobëson këtë kërcënim. Prandaj, po e zhvendos debatin nga si të largohet BDI nga pushteti në kush e voton Taravarin. Dhe po, sot është vegël funksionale e BDI-s dhe edhe nëse nuk e pranon. Taravari nuk është i sinqert, është i llogaritur, nuk po lufton pa drejtësinë, por shpëton pozicionin personal. Atë dhe intervista në vetëm intervju te Kanal 5 ishte mjaft interesante për ta dëgjuar, por jo edhe për t'i besuar. Vazhdojmë më tej. Mickovski tha presim lajme të mira nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga ajo që un kam njohuri, jo nga Mickovski, bëhet fjalë se Maqedonisë pas një kohe mund t'i hiqen komplet vizat dhe të shkojmë pa viza më para në Amerikë se sa në Evropë. Është regjistruar sonte një tërmet i vogël në Maqedoninë e Veriut. Është regjistruar. Dhe shiqir që nuk ka pasur ndonjë viktim gjithandej. Pra, vazhdon Maqedonia të jetë nën diktatin e Mickovskit, i cili veç më nuk ka se si t'i arsyetoj gjithë ato argjime që ka bërë qeveria. Dhe parët nuk duken kërkum. Pra, çdo gjë që ka të bëjë me Maqedoninë, të gjithë ndalen dhe mendohen. Pse? Vazhdojnë paraburgime të shumta nëpër Maqedoni dhe ajo që bie më në sy është ajo si është e mundur që njerëzit që punojnë në DAP vetë të kishin bërë evazion fiskal. Ata kanë fshehur evazion fiskal. Çfarë nuk ka aty? Kishte edhe shqiptar, kuptohet, të punësuar brenda, jo nga jashtë. Okej. Pra, unë jam Mesut Shabani, ishit në podcastin Mesut Shabani. Bëni njerëz subscribe.